Në këtë vit është risi në Kosovë, me thonë shlirë, që do të ketë edhe gara për femna, për regjistrimin e patentit për vajza, ku do të ketë një zbritje për 50%. Po shkon të rrit numri gjithmonë? Kemi një vajzë shumë talentume. Kërkesa kemi shumë, janë prej moshave ndryshme. Kujtat që i vizitojmë na janë në Prishtinë, janë në lagjen e Sovalis. Atje kemi një pikë ku duhet Prishtina prej lartë, është një lartësi prej dikon afër 1000 metra. Tash na në moshën 18 vjeçare nuk kemi mundësi me i leju, për shkak se këta motora janë ndaj, po jemi të hapë edhe një pikë tjetër të re, ku do të hapet e Prishtina Park, atje do të ketë edhe motora për moshë. Mosha më të vegjël, që munden pak a shumë me ndohet një të knajtësi. Ka ndoshta edhe motrinë se mosha 18 vjeçare që kanë këtë pasionin e ngasjes së motocikletës në përgjithësi edhe e ushtrojnë? Po, sepse ne i lejojmë edhe ndër moshën 18 vjeçare, në me marrë pjesë në gara, sepse zhvillojmë për moshës, sidomos se kemi një vajzë shumë talentume, Nina Ulluri, janë disa djemë 3, juniora, tash kishim vetëm 4, junior kishte 8 vjetë, 9 vjetë, 12 vjetë, mirë po ata i lejojmë në prezencën e prindit dhe në prindit tyre në shkruan që çdo rrezik që mund me ndodhë gjatë garës, marrin përgjegjësi. Po, normal që do t'i kem pajisjet komplet. Është rritur edhe numri i gjinisë femërore në përgjithësi sa i përket këtij sporti? E preferojnë edhe vajzat në përgjithësi gratë këtë sport? Po, ka edhe gjinia femërore që vozitin. Motora nuk do të thotë që vetëm krosa, po vozitin edhe skutera që po ikën trafikut, vozitin e motora të rrugës, motora turista, kemë nani bashkë kolege në Federatën e Motociklizmit, e cila është Denis Pahia, ajo vozit motorën, e vozit pa kur një farë problemi. Kanë edhe grupin, është edhe klubi Qikat. Edhe klubi, kanë në klubë, motoklubi Qikat, që në Lodhesh Drevica, edhe normal po shkon të rrit numri gjithmonë. Marrin pjesën dhe ato në garat ndryshme, sidomos edhe këto jashtë vendit? Në këtë vit është risi në Kosovë, me thonë shlirë, që do të ketë edhe gara për femna, për vajza. Dhe më thonë do të ketë edhe një aktivitet tjetër, që do të jetë në ditën ndërkombëtare kundër kancerit të gjinit, do të ketë edhe aty, do të ketë aktivitet. Do të ketë një aktivitet tjetër për mi stimulu vajza për marrë në motor, do të ketë edhe një aktivitet cili do të jetë për regjistrimin e patentit për vajza, ku do të ketë një zbritje për 50%. Cila është mosha 18 vjeçare që mundet me qenë për me marrë patentën edhe për ngasjen e motocikletës? Vazhdon mbetet mosha 18, apo jo? Jo, patent shoferi i motocikletës merresh për moshës 16 vjeçare. Mundesh me marrë. Po për moshës 16 vjeçare, mundesh me marrë patentin, mu pajis me patent shofer. Ka ndoshta si shkon kjo pjesa e sa keni njohuri kjo pjesa ndoshta e praktikës për me marrë lejen sa ndryshon? Inxhinieri ka ndryshuar. Është e njëjta, po thuaj se do të kam i hime edhe me test edhe me vozitje. Po shpresojmë që me ligjin e ligjit që Cekil Albani do të ketë një ndryshim, do të shpresojmë që do të ketë vetëm ata cilët të kanë patent shoferin e kategorisë B, do të kenë vetëm vozitjen për kategorinë A. Shpresojmë që ashtu na kanë thonë, por besojmë që do të bëhet.